Pyetje. Kush i kërkoi që të përfshihet me çështjen e Kosovës? Përgjigje. Mora një telefonat nga sekretari i shtetit e asaj kohe, që ishte sekretaria e shtetit e asaj kohe në fakt, Madeleine Albright, që më kërkoi që përveç detyrave të mia si ambasador i Shtetit Bashkuar të Maqedoni, të merrem përsipër gjithashtu edhe postin. Pyetje, si i dërguari posaçëm në Kosovë, kujt i raportonet ju? Përgjigje. Unë në këtë rol timin i raportoja sekretares së shtetit Madeleine Albright. Megjithatë, më duhet të shtoj se në këtë kohë Holbrooke ishte shumë interesuar për çështjen e Kosovës dhe më këshillonte vazhdimisht për çështje që kishin të bëjnë. Me Kosovën dhe isha informuar e mundur. Edhe që në fillim fare, unë jam përpjekur që me kolegët dhe me departamentin e shtetit të mund të ndërtonin një plan autonomia në mënyrë të tillë që të rikthejë autonomia e Kosovës dhe në mënyrë të tillë që Kosova të kishte vetë qeverisjen e vet. Domethënë kjo ishte ideja kryesore, pista kryesore që ne ndiqnim me Kosovën dhe me Serbinë. Pyetje, pse ishte e rëndësishme që të përpiqesh të arrinit një zgjidhje politike? Përgjigje, mendoj se është gjithmonë e preferueshme që të zgjedhet një zgjidhje politike në vend të çështjeve të tjera, por në këtë rast është veçanërisht e rëndësishme sepse partnerët kontinent dhe donin para shumë këmbgulin që të arrijë një zgjidhje politike. Pra për këtë arsye kemi punuar ngushtë me evropianët që kemi patur deri në marrëveshjen e Daytonit, për marrëveshjen e paqes. Pyetje që punës tuaj me aleatët evropian ka qenë diçka që quaj si grupi i kontaktit apo jo, nëse mund të na sqaroni. Përgjigje, po përpiqem të pres 5 sekonda për apo nuk po arri. Atëherë, grupi i kontaktit ishte një mekanizëm koordinues ku përfshiheshin interesat e Rusisë dhe të Shteteve të Bashkuara dhe të evropianëve. Pra, nuk përfshinte të gjitha shtetet evropiane që kishin interes të veçantë, përfshinte Gjermaninë, Francën, Mbretërinë e Bashkuar dhe më vonë filloi të përfshinte edhe Italinë, sepse Italia kishte interes të madh në Ballkan. Që gjeografikisht janë afër Italisë për ato vendet Ballkanit. Pra përfshinte edhe përfaqësues nga Rusia, natyrisht Shtetet e Bashkuara. Grupi i kontaktit ishte në nivele të ndryshme, kishte niveli im si negociator, por kishte edhe ministrët e cilët mbledheshin si pjesë e grupit kontaktit dhe diskutonin lëvizjet e mëtejshme për Kosovën. Pyetje për sa i përket përgatitjes tuaj për punën tuaj si dërguar i posaçëm. Në punën tuaj të përditshme përfshiheshin edhe leximi i raporteve të shtypit mbi rajonin, pra, lidhur me rajonin. Përgjigje po. Puna ime përditshme përfshinte leximin e raporteve të shtypit, si dhe koordinimin me palët e tjera të interesuara, ku përfshiheshin natyrisht disa shtete europiane përtej grupit të kontaktit.
Pyetja keni lexuar kablogram të diplomatik të Shtetet Bashkuara? Përgjigje po. Kam lexuar prej tyre, disa i kam shkruar vetë. Pyetje, a ju kujtohet nga cilat pozita janë shkruar këto kablogram? Përgjigje janë shkruar nga cilat vende, pra cilat ambasada apo misione diplomatike. Përgjigje janë shkruar nga disa vende evropiane, sepse ambasadorët atje kishin diskutuar këtë dhe çështja e Kosovës ishte paraqitur, pra si e pranishme, dhe ambasada në vendin e caktuar, nuk bëhet fjalë pra në Evropë, mund të dërgonte një kablogram lidhur me këtë çështje. Pra ka patur kablogram në numër të madh, për të thënë këto në mënyrë diplomatike, që disa ishin më të dobishëm, me interese sa të tjerë. Pyetje, a e keni lexuar raportet e shërbimeve të zbulimit në mënyrë të rregull? Përgjigje, si pjesë e detyrave të mia, po. Për pyetje, ishin raporte të papërpunuara apo ishin të rishikuara? Përgjigje, do thojë të dyja. Pyetje, a keni marrë informacion nga stafi briefing, nga stafi i ambasadës? Përgjigje po. Pyetje, dhe a përfshinte kjo dhe ambasadën në Beograd? Përgjigje po, përfshinte ambasadën në Beograd. Por në kohën kur isha unë atje për sonin e terren, isha vetë unë, dhe pastaj natyrisht kemi krijuar një organizatë monitorimi. Pyetje, a keni marrë informacion nga pjesë të tjera të Departamentit të Shtetit dhe Këshilli i Sigurisë Kombëtare? Përgjigje, po. Kosova ishte çështje parësore, dhe nëse për shembull sekretari ka pritur në vizitë një ministër të punët jashtme nga një vend evropian, shanset ishin të mëdha që një prej pikave që do diskutoheshin ishte Kosova. Pra dikush nga stafi i sekretarit më komunikon të faktin që ajo kishte diskutuar dhe çështjen e Kosovës. Sekretario natyrisht është gjithmonë i përgatitur për të diskutuar disa tema paraprakisht, disa prej këtyre temave përfshinin marrëdhëniet në përgjithësi mes Shtetit Bashkuara dhe vendeve evropiane, për shembull, por në ato ditë Kosova dukej që ishte një prej çështjeve, mund të ka qenë një prej çështjeve për të diskutuar, dhe të paktën sa i takon Kosovës, njerëzit e dinin se sekretari kishte thënë atë që kishte thënë apo që kishte dëgjuar nga diplomatët e huaj. Pyetje, si pjesë e mandatit tuaj për gjetur një zgjidhje politike, jeni përpjekur të identifikoni pikat e kontaktit dhe autoritetit në të dy anët, pra se anën serbe dhe palën serbe dhe palën e Kosovës? Përgjigje, po, e kam bërë. Ishte shumë e rëndësishme që të bisedonim me palët ndryshme, të cilat do ishin ose pjesë e zgjidhjes apo pjesë e problemit pastaj. Dhe po, kam kaluar shumë kohë në përpjekje për të marrë, për të komunikuar me njerëzit qoftë nga ana pala serbe dhe nga pala e Kosovës. Pyetje, nga pala serbe me kë keni punuar? Përgjigje, vizuar ishte kryesisht Milošević. Po pyetje, në palën shqiptare të Kosovës, a gjetet ndonjë që mund të fliste me autoritet në emër të shqiptarëve të Kosovës? Përgjigje, kjo në atë kohë ka qenë një sfidë e madhe. Në disa momente, pra ishte ndërmarrje e vështirë që të gjendeshin njerëz që mund të flisnin me autoritet, se cilët dikush kishte një mendim lidhur me këtë. Nuk ishte probleme që gjendej dikush që kishte një mendim, problemi ishte që gjendej dikush që kishte autoritet. Një prej personave ishte natyrisht kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, LDK-ja, që ishte Ibrahim Rugova. Ishte patur pra këtë pozitë udhëheqëse në Kosovë, edhe pse ishte një pozitë udhëheqëse jo formale, po kishte mbajtur këtë pozitë për një dekadë. Siç u përmenda, u takova me të për herë parë në vitin 1999 në rezidencën e ambasadorit Zimmerman, dhe ai ishte
një udhëheqës në Kosovë i mirë vendosur dhe i mirë pranuar, por përkundër Serbisë, presidenti Rugova nuk ishte personi vetëm me të cilin mund të bisedojë në Kosovë, sepse nuk përfaqësonte të gjitha pikpamjet. Pyetja mund të përshkruani dallimin e vitit 1998 midis angazhimit tuaj me palën serbe dhe me atë kosovare, sa i takon organizimit, strukturës, vijës, autoritetit dhe vendimmarrjes. Përgjigje që të sigurohem që kam kuptuar pyetjen siç duhet, ju doni të dini për vijën e autoritetit në procesin e vendimmarrjes në Serbi dhe të njëjtën gjë në Kosovë, pra apo në mesin e në mesin e shqiptarëve të Kosovës. Pyetje po, cilat ishin dallimet, pra nëse ka patur përgjigje. Tani në Serbi dhe nuk duhet që të tregojmë jashtë me këtë, po ishte vetëm një person me cilin ne komunikonim. Mund të merrnim shumë informacione dhe shumë qartësi nga bisedat në një bisedë me presidentin Milošević. Kjo situatë nuk e reflektoi, kjo nuk pasqyroi në Kosovë. Në Kosovë kishte diskutime, këto ishin diskutime që kam bërë me presidentin Rugova, por nuk ishin të mjaftueshme që të merr që kishte për të kuptuar në mënyrë të gjerë pozitën e Kosovës. Presidenti, më thrasa të president, të quaj president sepse Rugova kishte titullin si kryesuesi i LDK-s, kryetari i LDK-s, por edhe sikur të flisja me të nuk mund të prisë që diçka të zbatohej, pra duhet të shkonin më tej se kaq. Pyetje, ju përmendët ambasadorin Holbrooke, që kishte një interes në këtë çështje. A mund të na thoni na tregoni rolin e ambasadorit Holbrooke në këtë periudhë? Është drejt të themi se ambasadori ka kontribut historik, ka një kontribut historik në Ballkan në Dejtë, që kishte dhënë këtë ndjenjë i frustruar se Dejtoni, se vazhdojnë të ishin njëshme me Ballkanin dhe pas Dejtonit, sepse ishin përqendruar në Bosnjë pra gjatë Dejtonit, që ishte qëllimi i kësaj konference. Ai mendonte që duhej të angazhohej në një mënyrë tjetër për të ndihmuar Kosovën që të gjente një zgjidhje. Dhe më dha shumë këshilla lidhur me ato që duhet bëja në Kosovë. Disa prej tyre i kërkova, disa prej tyre nuk i kërkova, dhe ai më dha, po ai dha gjithashtu këshilloj edhe sekretaren Albright dhe mendoj që e njëjta vlen edhe për ato. Disa prej këshilleve që vinin nga ai kishte kërkuar ajo, disa prej tyre jo. Ambasadori Holbrooke ishte jashtëzakonisht aktiv, personazh shumë i angazhuar. Kishte mendime të shumta dhe shumë prej tyre ishin mendime të vlefshme, pra në përgjithësi njerëzit u kushtojnë vëmendje atyre që kishte për të thënë ai. Pyetja, erdhi ndonjë moment kur Shtetet e Bashkuara inkurajuan zotin Rugova që taktohej me zotin Milošević, dhe nëse po pse? Përgjigje, po. Kjo ishte hera e parë kur ambasadori Holbrooke shkoi në Prishtinë. Shkova me të, edhe unë, dhe ne ulëm me presidentin Rugova, dhe edhe pse nuk e kishim diskutuar këtë paraprakisht, ambasadori Holbrooke mendoi që do të ishte ide e mirë nëse Rugova do në presidencë në Beograd, në fund të majit apo fillim të qershorit. Është pyetje empirike dhe duhet të jem në gjendje të duhet të shënjë të jap datën e saktë për këtë pyetje, pra në maj apo qershor 1998, përgjigjen 1998. Po, kjo ka qenë një herë pasi kam filluar unë në punën time si e i dërguar i posaçëm në Kosovë. Pyetja ju kujtohet nëse takimi i zotit Rugova me zotin Milošević pati ndonjë
impakt apo ndikim në qëndrimin që kishte Kosova lidhur me shoqërinë, reputacionin apo imazhin që kishte thotë Rugova në sytë e shoqërisë shqiptare të Kosovës. Përgjigje mendoj që është drejt të themi që kjo ishte çështja e analize dhe mendimi për të cilën unë mund të flas. Mendoj se kjo e dëmtoi atë, e dëmtoi zotin Rugova sepse nuk mendoj se kishte mendim të fuqishëm në Kosovë sa i takon takimit me Miloševićin. Fakti që takimi me Miloševićin mund të ndihmonte, pra njerëzit nuk mendonin një gjë të tillë dhe unë kisha rezerva lidhur me faktin që kjo mund ta ndihmonte ata dhe mend vazhdoi të kem ato rezerva nëse kjo e ndihmoi atë apo jo. Dhe ishte shumë i shqetësuar për faktin që pyetën që ishte ide e mirë kjo apo jo, por nuk donte të gjendej në situatën dhe në takimin e parë me ambasadorin Holbrooke, nuk donte të gjendej në situatën ku refuzonte një sugjerim të tillë që vinte nga Holbrooke. Pati kundërshtim ndaj zotit Rugova në Prishtinë, ndaj zotit Rugova, kundërshtime. Përgjigje mendoj që është drejt të themi se zoti Rugova ishte udhëheqësi jo formal i gjithë Kosovës dhe mendoj që kundërshtimi ndaj tij po rritej, po shtoi, sepse kishte një lloj përshtypje ndjenje që ai nuk po arrinte progres, nuk po përparonte. Për pyetje a e dini kush mund të ketë qenë udhëheqësit e kundërshtimit apo opozitës, pra kundërshtimit ndaj tij brenda në Prishtinë? Përgjigje nuk jam në gjendje t'u them këtë gjë, por mund t'ju them që njerëzit me cilët jemi takuar shpesh ishin shumë të frustruar me zotin Rugova dhe me strukturat e LDK-s. Disa prej këtyre personave ishin me neve në konferencën në Rambuje në vitin në vijim. Pra zoti Rugova mendoj kishte po kalonte një moment të vështirë për të justifikuar apo për të legjitimuar udhëheqjen e tij dhe ndjenja e arritjes së diçkaje në raport me Serbinë, dhe dua të theksoj kontekstin e kësaj, ishte sepse Bosnia po ecte kishte një mënyrë, një rrugëdalje, pra një zgjidhje për të ecur përpara falë marrëveshjes së Daytonit, ndërsa Kosova ishte akoma e bllokuar. Pyetja, patet mundësi të diskutojnë me intelektualët, siç janë Viktor Surroi dhe Recep Çosja? Përgjigje po. Dhe është drejt të themi që kishte shumë skepticizëm lidhur me aftësinë e tij për të arritur diçka apo për të bërë përparim në lidhur me këtë pikë. Çështja më e hershme për Kosovën ishte që të përpiqeshim të krijohej një republikë e ndarë. Serbët nuk pajtoheshin me këtë sepse ata konsideronin një republikë të ndarë si një agjendë secesioniste, siç ishin republikat e tjera në pjesën perëndimore të Jugosllavisë, të cilat kishin deklaruar pavarësinë e tyre. Pyetje, përveç këtyre çështjeve për cilat ju dha dëshmi sa i takon kritikës dhe aftësisë së tij për të udhëhequr Kosovën, a kishte ndonjë çështje tjetër që shkaktoi këtë kritikë ndaj Rugovës dhe LDK-s? Përgjigje, LDK-ja ishte entitet politik shumë i mirë organizuar, ishte i financuar, kishte një sistem shkollor paralel dhe ilegal, organizate edukimi, shkollimi në mënyrë që fëmijët të cilët që fëmijët të mos shkojnë në shkollat serbe, por të shkojnë në një shkollë paralele, sistem paralel shqip. Për këtë duheshin financime dhe ai ka mbledhur financime në vendet e Evropës, në Evropën perëndimore, ku vinin kryesisht pra këto financime nga komuniteti shqiptar, etnik shqiptar, dhe mendoj që është drejt të themi që kishte shumë kritikë lidhur me përdorimin dhe mënyrën se si përdoreshin këto fonde. Pyetje, të kalojmë tek kontakti i parë që keni patur me UÇK-n, ju kuj a e dini nëse dikush apo ndokush që vepronte në emër të Shteteve të Bashkuara bëri kontaktin e parë me UÇK-n? Kur pra ndodhi kjo që dikush një përfaqësues i Shteteve të Bashkuara pati kontaktin e parë me UÇK-n? Përgjigje, kjo është pyetje e thjeshtë për të përgjigjur, do duhet të ishte kështu, por nuk është në fakt pyetje e thjeshtë. Problemi i madh natyrisht është se UÇK-ja me UÇK-n ishte pa aftësia dhe pa mundësia për të gjetur një lider, një udhëheqje aty, për të gjetur njerëz që mund të flisnin me autoritet. Pra Robert Gelbard, i cili kishte mbajtur pozitën që kisha mbajtur unë deri
deri në momentin që ai ishte kërkuar të përqendrohej tërësisht në Bosnjë, që pra bëhet fjalë për majtën 98-s, ai kishte patur disa takime me shqiptarët e Kosovës në Zvicër dhe kishte dëgjuar se ata ishin përgjegjës të UÇK-s. Nuk mendoj se kjo është e vërtetë dhe edhe nuk ka patur asnjë provë që mund të sugjerojë që ata ishin në fakt të tillë për asnjëherë UÇK-s. Dhe nuk më kujtohet kush ishin ata, kërkoj ndjes, por e di që janë bërë përpjekje nga ai ka bërë përpjekje dhe të tjerë kanë bërë përpjekje për të gjetur se kush ishte për zbuluar kuptuar se kush po hiqte UÇK-n. Kjo ishte e qartë nga ato biseda se njerëzit me të cilët kishte biseduar ishin njerëz që zakonisht kishin simpati të madhe ndaj qëllimeve të UÇK-s. Pra që për ishte një lëvizje më shpejt dhe për shpejtuar drejt pavarësisë, por nuk ishte qartë fare se ata kishin ndonjë gjë për thënë lidhur me të më shumë se sa dikush tjetër. Pyeti ju përmet ambasadorin Gelbart, në një moment të caktuar ambasadori Gelbart e ju referua UÇK si të organizatë terroriste? Përgjigje po. Dhe kjo ishte pjesë një disa ngjarjeve në VMC që sollën çështjen e Kosovës në një nivel krize. Pra, ambasadori Gelbart, si shumë zyrtar të shërbimeve të jashtme të tjerë, mbështeti shumë në përvojat të kaluarës. Përvojat e tij të kaluarës kishin qenë në Amerikën Latine, ku ai ishte marrur kishte trajtuar problemet e tregtisë së narkotikëve dhe çështjet e tjera që përfshinin krimin organizuar. Në një moment të caktuar bëri një deklaratë të tillë dhe tha se ishte marrur kishte trajtuar për çështje të tilla me organizata të ndryshme kriminale dhe përdori termin terrorist dhe se ai e konsideronte pra UÇK-n si terrorist. Kjo ishte në shtyp, ishte koment që ai bëri për shtypjen dhe kjo ndodhi me një herë, pak kohë më pas një incidenti të cilën forcat e sigurisë serbe rrethuan shtëpinë e familjes Jashari dhe për pasojë të gjithë u vranë aty. Kjo ishte një shpërthim i madh i veprimeve armiqësore, pra. Pati shumë kritikan se lidhur me deklaratën e zotit Gelbart, pra se UÇK-ja ishin terroristë dhe se kjo kishte një farë mënyrë për shpejtuar këtë ngjarje të veçantë, zhvillimin e kësaj ngjarje, pra nga të shkaktuar nga forcat e sigurisë serbe. Dhe në një farë mënyrë ndjej se zoti Gelbart, pra Gelbart kishte sikur se kishte dhënë dritë një jeshile që kjo të ndodhte. Besoj që nuk duhet të thotë që nuk ka prova për një gjë të tillë, por kjo është sigurisht ajo që është diskutuar, pra se nëse i dërguari amerikan e quan UÇK-n terrorist, kjo në një farë mënyrë jep sinjal serbëve që të bëjnë lëvizje kundër tyre. Gelbart pastaj mori qëndrimin shumë të ashpër ndaj serbëve, pasi bën këtë gjë dhe u përfshi në këtë sulm kundër këtyre njerëzve dhe kjo përfshiu edhe bisedë shumë të ashpër që zoti Gelbart pati me Miloševićin, me pasojën që Miloševići tha se ai nuk donte, dhe kjo pati për pasojë, pra që Milošević deklaroi që nuk donte të takohej më me zotin Gelbart. Pra gjithë çështja në maj filloi me fjalimin apo komentet e zotit Gelbart lidhur me njohurinë që kishte ai të mëparshme nga përvojat e tij të mëparshme për kriminalët dhe terroristët në Amerikën Latine. Dhe kjo çoi kulminoi pra në këtë sulm mbi familjen Jashari. Pastaj më vonë Gelbart e korrigjoi këtë qëndrim dhe Miloševići refuzoi që të takohej më me zotin Gelbart dhe pra u deshte të ndodhte diçka e tillë e rëndë. Kjo ishte diçka e rëndë që çoi në diçka edhe më të rëndë që shkaktoi vdekje. Pyetje në kontekst, Shtetet e Bashkuara kanë ndonjë proces formal për të emërtuar organizatat e huaja terroriste? Përgjigje, Shtetet e Bashkuara kanë një proces formal për emërtimin e një organizate të huaj terroriste dhe me sa më kujtohet, kjo nuk është bërë asnjëherë në asnjë moment lidhur me UÇK-n. Pyetje, faleminderit. Kur keni patur kontaktin e parë me UÇK-n?
Përgjigje që ishte për mua është në verë të 98-s, ndërsa punoja me stafin tim dhe të tjerë, çështja ishte që të gjenim një zyrtar të UÇK-s apo një grup zyrtarësh me të cilët mund të flisnim lidhur me UÇK-n. Duhet të shtoj që kam punuar për një farë kohe në këtë drejtim pa patur sukses. Dhe ne arritëm në përfundimin për atë që nuk ekzistonte një udhëheqje e tillë. Pra që këtu bëjmë fjalë më shumë për një grup njerëzish në nivel vendor, që ishte, mendoj, një përshkrim shumë më i saktë i asaj me të cilën po merrenishim ne. Në një moment të caktuar, kam shkuar në Tiranë dhe kam takuar dikë që na ishte përshkruar neve si udhëheqës i UÇK-s, kreu i UÇK-s. Përfundimi im dhe përfundimi i kolegëve të mi ishte se, po, natyrisht ai vepron brenda kësaj lëvizje, por jo, nuk mund të flas në emër të UÇK-s. Pastaj vazhduam të punojmë pra në përpjekje për të gjetur njerëz me të cilët mund të flisnin si përgjegjës për këtë, dhe në një moment po shkonim në qytetin e Likovcit, duhet të verifikoj këtë saktësisht, por gjitha kjo ka ndodhur në verë dhe vjesht të 98-s, pra përpjekjet tona për të gjetur një bashkëbisedues. Pyetjet që të kalojm hap pas hapi. Kontakti i parë që ju përmendet ishte në Tiranë. Ju kujtohet emri individit që u takuat me të? Përgjigje, po më dha ju emrin, ndoshta do të më kujtohet. A keni një emër? Pyetje, do t'ju lexoj. Deklaratën, pra shënimin përgatitor. Përgjigje, në rregull. Pyetje, shënim përgatitor që kemi bërë bashkë, përgjigje, okay, në rregull, kërkoj ndjesë. Pyetje është paragrafi 7 dhe ndoshta ju refreskon kujtesën. Pra ambasadori Hill konfirmoi se informacioni i dhënë në këtë intervistë është i saktë dhe se kontakti i tij i parë me UÇK-n ka qenë në Tiranë në qershor të 98-s me Xhavid Halitin. Përgjigje saktë. Jashtë me emër me pseudonim Zeka. Përgjigje saktë. Tani pyetje, erdhi ndonjë moment, ndodhi një moment që ju diskutuat me njerëzit e UÇK-s, qoftë në Kosovë apo me njerëzit e UÇK-s në Zvicër, nëse kishin autoritet për të folur në emër të saj. Pra, përgjigje, nuk më kujtohet të kem bërë bisedim apo diskutime me UÇK në Kosovë lidhur me grupin në Zvicër. Nuk më kujtohet të kem bërë diskutime nuk më kujtohet pra të kem patur diskutime me shqiptarë të ndryshëm në Kosovë dhe përfundimi ishte jo, këta njerëz në Zvicër nuk janë në përgjegjës të UÇK-s. Pyetje, dhe ju keni dëshmuar lidhur me një takim me UÇK në Likovec, por përpara kësaj, a ka ndodhur në një moment të caktuar që ambasadori Holbrooke është takuar me dikën nga UÇK-ja? Përgjigje, po. Edhe pse domethënia e saj është egzageruar në atë kohë, ne kemi dalur dhe kemi shkuar në një zonë që ishte sulmuar nga serbët. Dhe miqtanë kosovar donin që ne të shihnim këtë vend dhe të bisedonim me njerëzit aty. Ishte fshat ku mund shkonim duke përdorur rrugën kryesore, emri i fshatit ishte Unik. Dhe ndërkohë që po flisnim me bujqit e ndryshëm dhe të cilët tregonin përvojat e tyre të vështira aty, përballeshin me forcat e sigurisë serbe, një person hyri aty me një mjekëll të madhe dhe uniform kamuflazh. Holbrooke më tha mua dhe të tjerëve se ai dukej si Che Guevara. Dhe është drejt të themi që atij personi i pëlqenin media, ne ishim gjithë të ulur në tokë, ndryshe me, po pinim çaj dhe po bisedonim me këta bujq shqiptarë. Dhe ky person hyri brenda dhe s'kishte vend midis
me vendit ku ishte Holbrooku dhe me, po e gjeti një farë vendi u ul aty afër Holbrooku, gati në gjunjtë e tij, në prehërt e tij. U bën një fotografi aty, se cila pastaj u shpërnda gjithandej dhe duke sikur Holbrook kishte patur kontakt me UÇK-n. Më vonë pastaj ne kuptuam se ai ishte një pjesëtar i UÇK-s i vetë shpallur, por që nuk ishte udhëheq si saj në asnjë formë, asnjë mënyrë. Në 3:30 do bëj pushimin e parë. Pra, do bëjmë 15 minuta pushim për të gjitha palët. Pyetje, përmendet në takimin me UÇK-n në Likovc. Përmendet një takim në Likovc. Përgjigje, po. Pyetje, ju kujtohet kush ka udhëtuar me ju në atë takim? Përgjigje, po. Fehmi, ka qenë një Fehmi, më duket në këtë takim ka qenë një pjesëtari LDK-s, Fehmi Agani, dy shqiptar të tjerë të njohur, Beton Sëroj, gazetar kanë qenë, ishte njëri syresh, dhe Blerim Shala, personi i dytë. Dhe me mua, në sediljen e pasme të automjetit të madh, ka qenë Tina Kedena dhe Philip Rigger. Nuk jam 100% i sigurt nëse ka qenë Fehmi Agani në këtë udhtim apo ka qenë në një udhtim tjetër. Pyetje, kush janë këto atëherë? Tina Kedena edhe Philip Rigger. Përgjigje, Tina ka qenë asistentja ime edhe njihte shumë mirë Ballkanin. Ishte punonjëse e shërbimeve të huaja së kohës, apo kishte filluar detyrën, dhe detyra e saj dytë ka qenë në Beograd dhe ishte shumë efikase dhe ishte asistentja ime. Philip Rigger ka qenë zëdhënësi im për shtyp në ambasadën në Shkupa së kohë, i cili më shoqëroi në këto udhëtime në Kosovë dhe më pas njësoj si Tina, bashkë me Tinën, kemi shkuar në Rambuje. Pyetje, a mund ma thoni, pse shkuat në Likovc në këtë rast ju? Përgjigje, me sa më kujtohet, kemi shkuar që të përpiqeshim të kuptonim më mirë kush e drejtonte UÇK-n, edhe si të njohshim që të bënim pjesë të një procesi politik. Pyetje, do t'ju tregoj një fragment të një libri, por fillimisht do ju pyes nëse ju kujtohet që keni dhënë një intervistë të gjatë për Blerim Shalën gjatë kohës që qenë ambasador në Poloni në 2002. Përgjigje, më kujtohet që kam dhënë një intervistë të gjatë. Nuk më kujtohet të ketë qenë më e gjatë. Më e gjatë se ajo çka shkruar ai më vonë në fakt. Pyetje, do ju lexoj një fragment të intervistës. I lutem sekretarisë të vendosë në ekran DHT 12206 deri në DHT 02372. Në faqen DHT 12274. Now, before we start to review this portion, can you tell us... Se ta shikojmë fragmentin e njëni me Meta Irizin? Përgjigje, nuk më kujtohet. Nuk më kujtohet. Pyetje, në rregull. Atëherë, ta shohim se mbasi u ndihmon me kujtesën këtë fragment. Pretendohet që këtu keni folur ju me Blerim Shalën. Says diku në krye nga mesi, koha po ikën dëm, thuhet. Koha po ikën dëm. Përgjigje, më falni për Hajrizin. Këtu kur thuhet kur flitet në vetë të parë, jam unë. Misheti, ç'po jeni ju?
Shikoni rreshti ku fillon time is wasting. Koha po ikën dhe personat po humbasin shtëpit. Mishë që lexoni ju me zatër që mos ta lexoj unë. Well, Përgjigje. Personi, po më kujtohet që jam përpjekur të formoj një ekip negociues dhe të gjej persona që do të pranoheshin në komunitetin shqiptar. Dhe mendova se kjo ishte urgjente, sepse kishim një draft autonomi, një dokument që ishte thjesht draft, po nuk po arrinim ta negocionim sepse nuk përfshi askush dhe prandaj do të formonim një ekip dhe të mos ishim në një situatë që të angazhonim persona të cilët nuk do të prodhonin rezultate. Pra, ishte një frustrim i vazhdueshëm që të gjenim persona që të flisin dhe në emër të tjerëve. Pyetje, flasim sërish për udhëtimin e helikopterit. Shkojmë në fund faqes. Rreshti i 4 nga poshtë, ku thuhet Mehmeti, pra Mehmeti ra dakord që të përpiqeshim të bënim diçka të nesërmen. Të nesërmen, në vend që të shkonim në drejtim të jugut, shkon në drejtim të veriut dhe në një rreth rrotullim, morëm drejtimin për të shkuar nga Lugina e Drenicës në Likovc. Përgjigje. Sakt. Më duket se shkuam në shtime, aty kishte luftime. Në atë udhëtim, më kujtohet që Femia Agani tha që është provokim prej serbëve ky. Dhe me që automjeti ynë u godit me plumba, ishte blinduar fatmirësisht automjeti, po na goditën me armë, po Femia Agani tha, nëse ky është provokim, atëherë janë shumë të zotë, kështu që do ta ndërpresim këtu udhëtimin. Dhe ne gjetëm një shtig tjetër për të shkuar në shtime. Pra, kjo ishte vetëm që të shkonin në Likovc, të flisnin me personat atje, që të përfaqësonin ata një grupim më të gjerë. Shikojmë pjesën tjetër të tekstit, ku thuhet, teksa vijuam rrugën, pam një eskort të UÇK-s, na shoqërua në rrugët me balt. Mund të shihni me qindra familje, me traktorët e tyre, me kamionet e tyre të ngarkuara, me sendet e familjes, të cilët përpiqeshin të largoheshin luftimeve. Po ndaloj për një çast. A ju ndihmon kjo me kujtesën pra që është bërë një takim para ose pas luftimeve të serbëve në konfliktin 98-s. Përgjigje ka qenë pas. Pyetje. Vazhdojmë. Pra, pam me qindra persona, më në fund arritëm në zyrat e UÇK-s, ku pam që ishin më të interesuar në pjesën ceremoniale sa në gjërat e tjera praktike. Kishin flamuj, kishin roje. Përputhet kjo me kujtesën tuaj? Përgjigje po, përputhet. Pyetje, vijon. Hym në një dhomë që kishte një tryez të mbushur në ngjyrë të gjelbërt, kishte pije në qendër të tavolinës, sikurse të ishte në një takim zyrtar që do ndodhte në shtetet e NATO-s dhe personat atje vishnin uniforma. Përgjigje, po, ishte një tavolinë e gjelbërt. Kishte ishin shishe ujë mineral. Ishte një përpjekje nga ana atyre për treguar që ky është një takim normal me persona ushtarak. Pyetje. Ju thoni, ne ulëm dhe ju drejtova Hajrizit dhe i thash, dëgjoj Mehmet, tani është rada juaj, vazhdoni. Mehmeti u kthye dhe tha, në fakt do doja që ta drejtonit ju takimin, dhe u mendova me vete. Me që kam ardhur deri këtu me automjet, atëherë po e bëj dhe takimin nëse është nevoja. Përgjigje. Po, kështu ka qenë. Dhe më kujtohen fakt edhe gjëra të reja tani, më kujtohet. Tani po më kujtohen gjërat, më kujtohet u shka qenë Mehmeti tani. Mehmeti supozohe se ishte person më aktiv
Edhe u mendova se ishte aktiv në takim, pra ai në fakt më drejtua mua, sepse askush nuk donte të merrte kurrfar përgjegjësie, të thoshte diçkaje që mund të nënkuptonte se duhet të përfshiheshin për një dokument që nuk përmbushte objektivat e tyre. Pyetje, pastaj thoni, i bëra kërkesë UÇK-s që ne donim të ristrukturonim qeverinë e do na duhej një kryeministër i ri me Mehmet Ajrizin këtu, por qëllimi i vërtet i kësaj gjëje ishte që të fillonim procesin negociues, të kishim marrë pushim, pra të kishim tamam proces negociues. Përgjigje, po. Sepse situata ishte atil. Unë e përmenda edhe Rugovën si president, sepse ekzistonte një strukturë në vetvete. Serbët e thonin që është një strukturë e stisur, por në fakt për shqiptarët kjo ishte një qeveri, ishte një strukturë qeveritare në pikpamjen e tyre. Pra, ideja ishte që të zgjerohej kjo strukturë qeveritare ku të përfshiheshin grupe të ndryshme, të mos ishte vetëm LDK-ja si grupi vetëm në këtë strukturë. Unë nuk mendova se ishte e gabuar kjo në vetvete, por unë isha më interesuar që të kisha persona pjesëmarrës në negociata, jo persona që donin thjesht ishin pjesë e një strukture qeveritare që nuk do ta njihte asnjë palë. Ose më saktë, që ato asnjë subjekti huaj nuk do ta njihte. Pyetje, vijon. Pra UÇK-ja, personi përgjegjës, Recep Selimi tha: "Ju faleminderit shumë, do t'ja përcjellim këto shefit të shtabit." Unë i thash, shumë mirë, unë mendova se ju ishte shefi i shtabit, pra ne kam ardhur unë këtu. Ju e dini që ne na goditën me plumba në automjetin ton kur erdhëm këtu, hym në terrene të vështira, u ekspozuam ndaj të shtonave prej armëve, pam refugjat që shkonin gjithandej, dhe ju po më thoni mua tani që nuk jeni ju personi që do merrni vendimin, a ju përgjigj? Jo, nuk jam unë. Nuk është nevoja të them sa u zhgënjeva unë nga kjo situatë, dhe unë e pyeta, kur mund ta marrë vendimin tuaj? A ju përgjigj, mbase javën tjetër? Unë i thash, jo, javën tjetër është shumë vonë. Duhet të veprojmë me shpejtësi. Pra përputhet kjo me kujtesën tuaj si ka qenë biseda me Recep Selimin? Përgjigje, po, në fakt shumë. U acarova shumë kur na thanë që duhet fillimisht më thanë që të takoheshim me një person që do të merrte një vendim, por në thelb askush nuk donte të merrte asnjë lloj përgjegjësie. Për asnjë diskutim të vërtet. Dhe për ne ishte vështirë të shkonim atje, u përpoqëm shumë, nuk kisha sigurime vete, nuk më shoqëronte askush, siguria e departamentit të shtetit nuk do të ishte entuziaste për këtë udhëtim, nuk do ta miraton të këtë udhëtim, sepse patëm dhe situatën ku e goditën automjetën me plumba, madje ne nuk e raportuam fare këtë situatë, kur pam shenjat në fund të automjetit që na kishin quajtur me armë. Pra, ne ndërmorëm një rrugë të rrezikshme, si nga pikpamja personale, nga pikpamja burokratike, për të takuar një person që na tha do të përcjelli mesazhin tuaj. Duhet kuptoni në rrethana të tilla përpiqesh të bësh të pamundurën. Ndonjëherë është frustruese kur mendon që pala tjetër s'po bën të pamundurën, sepse në fakt do të ishte më rëndësishme për ta të gjendë një zgjidhje se sa për ne. Mishetiç, ju vijoni më pas dhe thoni, ndërkohë Mehmet Ajrizi nxori një copë letër në të cilën shkruheshin ndryshimet në qeveri dhe përfshihej dhe tërheqja e Rugovës, ose më saktë do të kërkojë që ai të largohej. Ju kujtohet që Mehmet Ajrizi ta ketë kërkuar largimin e Rugovës në këtë takim? Përgjigje. Unë mbaj mend që kishte shumë frustrim për shkak se kishte monopolin LDK-ja nga pikpamja e shqiptarëve të Kosovës. Dhe kjo u pasqyrua në fakt. S'po e quajt ashtu i quajtur qeveri, sepse për njerëzit ishte një qeveri, por ishte një qeveri që personat LDK mendonin se nuk u përfaqësonte tamam pikpamjet e tyre. Këta persona donin që ta zgjeronin qeverinë, ta shtrinin qeverinë. Unë e mora më shumë këtë si metaforë, për mua ishte rëndësishme të gjenin persona që mund të negocionin lidhur me dokumentin, me projekt dokumentin. Kështu që unë e pranova idenë që po përpiqeshim
të formonim një qeveri më gjithëpërfshirëse, por problematika e vërtet ishte ishte e rëndësishme të kishim një ekip negociues i cili të përfaqësonte të gjitha pikat që do diskutoheshin në këtë projekt dokument. Në rregull, po vazhdoj duke lexuar paragrafin e fundit, ku thuhet: "Për mua ishte e qartë se Airizi nuk ishte në gjendje që t'i drejtoj UÇK-s në atë pikë. Për mua ishte një zhgënjim i madh, sepse kisha punuar shumë që të pranohej ai si kryeminist. Fillimisht mendova se ai mund t'u drejtojë atyre, më pas mendova se mbasi do komunikonte me ata pasi takohesha me UÇK-n, që në fakt ishte e gabuar. Isha shumë i shkurajuar kur u largova dhe u binda se nuk kishim luksin të prisnim që këta personat që të gjenin kush është shtabi i përgjithshëm dhe nëse mund të merrnin lejen prej tyre. Ishte qartë për mua që ne nuk ishim raportues në këtë pikë, relator. Në këtë pikë më duhet të merrja një vendim strategjik. Në këtë pikë ne filluam të hartonim draftet tona, versionet tona të para të dokumenteve. Në këtë fragment thoni që u larguat goxha i shkurajuar nga takimi dhe u bindët se nuk kishit më luksin të prisni dy për këta personat që të gjenin e të zbuloni se kush ishte shtabi i përgjithshëm dhe nëse shtabi i përgjithshëm do t'u jepte lejen. Në këtë pikë a besonit vërtet ju se ekzistonte një shtabi i përgjithshëm përgjegjës për UÇK-n? Përgjigje, jo, nuk e besoja këtë gjë. Unë mendoj se më shumë ishim përpjekje për të treguar që ekziston një ushtri në mënyrën tradicionale, me hierarkinë vertikale, dhe ishte thjesht një përpjekje nga ana e tyre për të na treguar, sikur të na tregonin personat që ekzistonte qeveria, pra ishte një orvatje për të na treguar ne që ne kemi struktura normale politike e ushtarake dhe se ne duhet i merrim seriozisht. Sidoqoftë, sikurse duhet në këtë paragraf, ne nuk morëm asnjë gjë prej tyre. Më shumë personat përpiqeshin na tregonin se ishin më të rëndësishëm se që ishin në realitet. Pra, ishte shkurajuese në të vërtetë, por më duhet të shtoj diçka që në fakt nuk është tamam e lidhur me pyetjen tuaj. Unë pikpamjet e mia u bëra të qarta disa personave lidhur me këtë aspekt. Pra ju thash që nuk kam frikë se po kërkojmë diçka që në fakt nuk ekziston. Pyetje, ambasador Hill, në këtë pikë, a mendonit ju se UÇK-ja ishte një strukturë vertikale me organizim hierarkik? Përgjigje jo. Pyetje, i nderuar zoti kryegjykatës, dua të pranohet ky fragment i librit të Shalës. Ballina edhe faqet që e paraqitet dëshmitarit. Pra, numri është DHT 12206 deri në DHT 12372 dhe do kërkojmë pranohet faqja DHT 12206 si ballim dhe më pas faqja DHT 12274 deri në DHT 12275. Ka kundërshtime nga ekipet e tjera të mbrojtjes? Jo. Prokuroria ka kundërshtime? Paç, jo, nuk kemi kundërshtime. From the range of Gjykatësi në rregull atëherë. Nga materiali me numër DHT 12206, DHT 12372, ku DHT 12206 është ballina dhe DHT 12274, 12275 pranohen. Mishetiç po. Pra, edhe ballina dhe fragmentet përkatëse pranohen. Sekretarja e seancës, faleminderit. Ballina dhe faqet përkatëse do të marrin numrin e provës materiale 1D00423 dhe klasifikimi është publik. Mishetiç, faleminderit. Ju lutem tani të shohim një pjesë tjetër të këtij libri. DHT 12206, DHT 12372 në faqen DHT 12292. Faleminderit. And if we scroll down to Shkojmë më poshtë. Ambasadori Hill, kjo është një pjesë tjetër e intervistës, ku zoti Shala ju ka pyetur si në vijim. Në atë kohë, dinit ju kush ishte përgjegjës për UÇK-n? Kush ishte figura më e rëndësishme në UÇK? Ju jeni përgjigjur si në vijim. Kërkoje personin përgjegjës të UÇK-s ishte e pamundur.
sepse ekzistonin grupe të ndryshme personash, ishte grupi Dukagjenit, ishin persona nga Drenica, kishte komandant të ndryshëm zonash, kishte persona të rëndësishëm që merresh me logjistikën si Xhavit Haliti, kishin persona që merresh me financën në vendet perëndimore. Pra nuk mendoj se ekzistonte një numër të vetëm telefoni satelitor që ne mund ta thrisnim. Pra ekzistonin persona të ndryshëm. Prandaj ishte kaq e vështirë të flisje me këta persona të ndryshëm, ndonse kur bisedoje me ta, më shumë i gatëronim se sa u jepnim ndonjë informacion. Pra ne fillom të kuptonim se ekzistonte më shumë se një politik. Në një farë mënyrë kjo i dha shtys paranojës serbe që SBA-ja po flet për të nënshkruar një marrëveshje Planin Hill. Por qasja e vërtetë e USHBA-s është të ndihmojë UÇK-n që të kenë fitore nga pikpamja ushtarake e kështu. Pra filloi të ekzistonte kjo lloj paranoje. A përputhet kjo me vlerësimin që keni bërë ju për UÇK-n sa kohë? Përgjigje, po. Ky fragment përputhet tërësisht në fakt me vlerësimin ton sa i takon UÇK-s. Dhe po ashtu pasqyronte fakt frustrimin ton për faktin që nuk po gjenim një person me të cilin mund të komunikonim. Gjykatësi Gaynor, zoti Mishetit, ju lutem. Mund të bëni disa sqarime për periudhën kohore kur thuhet në pyetje ajo periudhë, për cilën periudhë bëhet fjalë? Në pyetjen e zotit Shala. Mishetit, po. Ambasadori Hill e dëgjuat pyetjen, për cilën periudhë bëhet fjalë? Përgjigje, besoj fundi verës, fillimi i vjeshtës 1998. Gjykatësi Gaynor, faleminderit. Mishetic, nderuar zoti kryegjykatës, kërkoj pranimin e kësaj faqe, do lutesha që të bashkëngjitej 1D00423. Kjo është faqja 12292. Gjykatësi ka kundërshtime, prokuroria nuk kemi kundërshtime. Gjykatësi në rregull, materiali DHT 12292 pranohet, do t'i bashkëngjitet material që sapo pranua. Sekretarja e seancës, faqja do t'i bashkëngjitet provës me numër 1D00423 dhe ka klasifikim publik. Mishetic, ju lutem tani të shohim videon me numër 129503 deri në pjesën që mbaron me 12 dhe ta shohim nga minuta 37 sekonda e 26 këtë video. Faleminderit. Ambassador Hill, Ambasadori Hill. Do shohim një video të një fjalimi që keni mbajtur ju në Washington DC, në qendrën Woodrow Wilson, edhe më pas do ju pyes nëse përputhet kjo që keni thënë me atë që ju kujtohet sot, lidhur me vlerësimin për UÇK-n. Përgjigje në rregull. Can we make that a little bit bigger, please, Madam Court Officer? Thank you. we were actually hoping to just show the video rather than the transcript. Do jemi më shumë të interesuar te videoja, nuk kemi të interesuar transkripti. On the other hand, I don't think there's any one person who would speak for the UCK anyway. Yeah. So I'm not sure it's that easy to bring the UCK onto the table unless you have a big table. I think the best way to deal with it is to show that the process can succeed, show that the process is moving forward, and as people gain a sense of optimism from the process, they will want to be a part of it
and will understand that it is going to lead to better lives. It will improve it has a better chance of improving their lives than the continuation of armed struggle. Ambasadori Hill, kjo që thatë në këtë ngjarje, përputhet me vlerësimin që kishte dhënë UÇK në aso kohë? Përgjigje, po. Shumë. Po në kuptimin që ne shpresonim se do të ishte një proces më gjithëpërfshirës. Por kjo do të ndodhte vetëm kur personat të kuptonin se po shkonte në drejtimin e duhur. Pra po, pyetje. Kur thoni që nuk mund ta sjellni UÇK-n në tryezë përveç nëse kemi një tryezë shumë të madhe. Çfarë keni dashur thoni ju këtu? Përgjigje, kam dashur të them që do të kishim mendime të ndryshme, kështu që në një tryezë të vogël në mund të kishim një përfaqësues që të përfaqësonte një grup të gjerë, që do të ishim një tryezë të madhe me shumë pjesëmarrës. Mishetit, faleminderit, kërkoj të pranohet videoja si përgjigjesorë. Gjykatësi ka kundërshtime? Paç, nuk ka kundërshtime. Gjykatësi, në rregull. Materiali si përfundonte, se më mend? 37 e 41. 38:09 aty përfundoi segmenti. The 3809. Në rregull. Pranohet segmenti kohor 37:41 deri në 38:09. Sekretare, faleminderit. Atëherë ky segment i videos nga minuta 37 sekonda 26 deri në 38:09 do të marrë numrin e provës. Materiale 1-00424 dhe klasifikimi është konfidencial. Misheti, që mund të jetë publik? Gjykatësi riklasifikojnë, ju lutem. Sekretare, faleminderit. Mishetić. Ambasadori Hill, në verën e 98-s, zoti Rugova, a identifikoi antar nga pjesa e shqiptarëve të Kosovës që ishin pjesëmarrës në ekipin negociues? Përgjigje, nuk më kujtohet. Ndodhi në një moment, ai nuk hezitonte të jepte emra të personave nga grupi i tij. Nuk ishte shumë vullnet të jepte emrat personave që nuk ishin pjesë e LDK-s, sidoqoftë. Misheti, çfarë mund të rifreskoj kujtesën dëshmitarit, ju lutem? Gjykatësi patjetër. Ambasadori Hill, në paragrafin 23 të përmbledhjes së dëshmisë suaj, po, 23 është, ju keni thënë si në vijim. Prandaj Hill kontaktoi Rugovën, i cili ra dakord të caktonte antar të LDK-s për ekipin negociues, çka e bëri në gushtin e 98-s. Ai ka ndodhur kështu? Përgjigje, po. Rugova nuk e kishte problem të jepte emrat të antarëve të LDK-s. Pyetje, a ju kujtohet nëse UÇK-ja po ashtu ju dha emra se kush do të negocionte në emër të UÇK-s? Mund të rifreskoj kujtesën nëse është nevoja. Hill, ju lutem, më rifreskoni kujtesën. Më kujtohet që UÇK-ja ishte e mërzitur për mënyrën se si u frustrova unë për situatën në Likovc. Dhe tham disa gjëra, po nuk më kujtohet konkretisht se çfarë kam thënë. Mishetish, në rregull, atëherë lutem të shohim në ekran prova materiale me numër 1D50. If we could just have the English version. Të shohim anglishten, ju lutem. Ambasador, kjo është një deklaratë politike që pretendohet se është shkruar nga shtabi i përgjithshëm i UÇK-s, drejtoria politike, deklarata politike numër 7 me datën 13 gusht 98. Prapërsisht në periudhën kur zoti Rugova caktoi antarët e LDK-s. Shihni, ju lutem, paragrafin e 3 nga lart. Thuhet,
Shtabi i përgjithshëm e bën të njohur publik se Jakub Krasniqi, Xhavit Haliti, Bardhyl Mahmuti, Hashim Thaçi, Tato Mehmetaj dhe Sokol Bashota janë përfaqësuesit politik të UÇK-s. Dalja publike e përfaqësuesve politik të UÇK-s lehtëson bashkërenditjen e veprimtarisë politike në rrafsh kombëtar. Më pas të paragrafi fundit thuhet, me qëllimin e shpejtimit të procesit të krijimit të institucioneve të Kosovës, Shtabi i përgjithshëm i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës i jep besimin e plot Adim Demaçit që të marrë rolin e udhëheqës në këtë proces. Ushtria Qlirimtare e Kosovës, duke qenë ashtu ambrelle partijake, kërkon nga Adim Demaçi të tërhiqet nga veprimtaria partijake. Ju kujtohet kjo deklaratë? The umbrella. I don't Përgjigje. Nuk më kujtohet, jo. Nuk më kujtohet. Adem Demaçi përpiqej të fliste shpesh në emër të UÇK-s. Dhe besoj se kjo është një përpjekje për të sqaruar më shumë rolin e tij pranë UÇK-s. Por, më kujtohet shumë mirë kjo situatë, por në kuptimin që UÇK-ja e dinte se ne ishim shumë të zhgënjur me paaftësinë e tyre për të na dhënë emrat e personave që do të ishin në ekipin negociues, dhe kjo ishte një përpjekje nga natyre për të na treguar që po përpiqeshin. Por unë mendova më shumë që kjo ishte një komunikim për publikun. Gjykatësi gati për pushimin, mi që t'i çdo një pyetje. Ambasadori Hill, kjo deklarat është rreth 3 javë përpara deklaratës që sa po pam ne, që bëhet ju në qendrën Woodlaw. Në këtë kontekst, bazuar në përgjigjen tuaj të fundit, a mund të na thoni atëherë sa besueshme ishte për ju kjo bisedë? Pa të kundërshtoj, sepse dëshmitarët e mas më kujtoj deklarata, gjykatësi pranohet kundërshtimi. Mishetić. Në rregull atëherë. Në një prej këtyre emrave që përmenden në këtë deklaratë, ju thoni një gjë deri në 4 shtator? I konsideruat ju këta persona? Në 4 shtator si persona që flisnin në emër të UÇK-s? Përgjigje. I njoh disa prej emrave, po nuk mendoj se kam folur në emër të UÇK-s. Dhe vetëm në 99-ën patëm vërtet përfaqësues ku u kuptua që fakt situata nuk ishte vijuar më tej. Gjykatësi do të bëjmë 15 minuta pushim, do të kthehemi pas 15 minutash dhe do vazhdojmë deri në orën 5, sikurse ju tham edhe më herët. Dëshmitari, faleminderit. You may leave. Yes, follow her. Ju lutem shoqëroni? Dëshmitari, vetëm mund do të bëj pushim. Gjykatësi, jo, duhet dilni ju i pari nga salla. All right, we're adjourned for Në rregull, bëjmë 5 minuta pushim. Sekretariat të gjithë më ka.